Në kuadër të javës ndërkombëtare të familjes, në Shkodër një vëmendje veçantë ju kushtua personave me aftësi ndryshe, të cilët përballen çdo ditë me vështirësi të shumta. Në qendrat që shërben si shtëpi familje në Shkodër, kërkesat për strehim kanë pësuar rritje nga viti në vit, por kapacitetet mbajtëse nuk janë të mjaftueshme, thot Luiz Mila, drejtuesi i qendrës Shpresa. Problemet tjera janë edhe infrastruktura, kemi shumë që duan të akomodohen tek ne dhe ne s'kemi aftësi që të akomodojmë për arsye shumë, po themi, praktike. Mendoj se kjo është një kategori që ka nevojë për ndërhyrjen e gjithëve, ka nevojë për mbështetjen e bashkisë, ka nevojë për mbështetjen e organeve shtetërore, por ka nevojë shumë edhe për mbështetjen e individëve. Të gjendur përballë krizave të thella sociale, familjet sot përballen edhe me vështirësi të shumta ekonomike. Familja gjendet në një situata paradoksale. Çdo ditë po shohim që lidhjet familjare po bëhen gjithnjë edhe me të brishta. Familjet por shprendahen, ndahen, ribashkohen, zgjerohen. Me 100.000 lek ose me 100 euro në muaj, një fëmijë i tillë nuk mund të jetojnë, se ka nevojë për ilaçe, ka nevojë për panolinje, ka nevojë me dalë diku, ka nevojë me ble diçka, ka nevojë me opërzi, sa do pak nëse me shoqni gjanë, po të paktën me njerëzit e familjes, me hinë diku. Gjatë gjithë kësaj jave në Shkodër do të zhvillohen një sër aktivitetesh ndërgjegjësuese, kushtuar rëndësisë së familjes.